Shikues të nderuar, Talpo Televizioni u përshëndes se ftoi të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Vendimi i fundit i Kosovës për të ndaluar importin e deleve dhe dhive nga Shqipëria për shkak të shpërthimit të sëmundjes së mortajës në disa zona të Shqipërisë, kryesisht në zonat veriore si në Dibër apo Bulqiz, ka ngritur alarmin në sektorin e blegtorisë shqiptare. Ky zhvillim nuk është thjesht një mas parandaluese veterinare, por një goditje drejt për drejt ekonomike për qindra fermerë shqiptar, të cilët mbështesin jetesën e tyre te tregtia ndërkufitare. Vendimi i fundit i Kosovës për të ndaluar importin e deleve dhe dhive nga Shqipëria për shkak të shpërthimit të sëmundjes së mortajës së baktive të IMTA ka ngritur alarmin në sektorin e blegtorisë shqiptare. Ky zhvillim nuk është thjesht një mas parandaluese veterinare, por një goditje drejt për drejt ekonomike për qindra fermerë që mbështesin jetesën e tyre tek tregtia ndërkufitare. Mortaja baktive të IMTA është një sëmundje virale shumëgjithëse që prek kryesisht delet dhe dhitë, duke shkaktuar humbje të mëdha në prodhim dhe në raste të shumta dhe ngordhje masive. Përhapja e saj në territorin shqiptar, kryesisht në zonën e Dibrës, ka ekspozuar dobësi serioze në sistemin e kontrollit veterinar në vend dhe në masat parandaluese. Situata aktuale përbën një kërcënim të shumëfisht. Së pari, përhapja e sëmundjes brenda vendit rrezikon të shkatërrojë tufa të tëra, duke ulur ndjeshëm prodhimin e mishit dhe produkteve të bulmetit. Së dyti, humbja e tregjeve të eksportit si rasti i Kosovës krijon një teprisë në tregun vendas, duke ulur çmimet dhe duke rënduar mëtejgjetin ekonomike të fermerëve. Ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk ndërhyhet me shpejtësi për izolimin e vatrave të infeksionit, situata mund të dalë jashtë kontrollit. Vendimi i Kosovës mund të pasohet edhe nga vende të tjera të rajonit që mund të aplikojnë masa të ngjashme parandaluese. Një zinxhir dallimesh do të izolonte tregun shqiptar dhe do të rriste presionin mbi një sektor që tashmë përballet me kosto të larta prodhimi, mungesë subvencionesh dhe konkurrencë të fortë nga importet. Për më tepër, mungesa e një sistemi të besueshëm gjurmëshmërie dhe certifikimi e bën të vështirë rikthimin e besimit të partnerëve tregtar. Fermerët janë ata të cilët paguajnë çmimin më të lartë. Humbja e tregut kosovar, një nga destinacionet kryesore për eksportin e baktive të IMTA, përkthehet në të ardhurat të humbura, stok të pashitur dhe rrezik falimentimi për shumë familje rurale. Shumë blegtorë raportojnë se nuk ka asnjë mbështetje konkrete për të përballuar këtë krizë dhe as konfesime për humbjet. Në këtë situatë, reagimi institucional ka qenë i vakët. Deri më tani, mungojnë masa të qarta dhe transparente për menaxhimin e krizës. Nuk ka një strategji të publikuar për izolimin e zonave të prekura dhe asnjë plan kompensimi për fermerë të dëmtuar. Nëse nuk ndërmerre masa urgjente si forcimi i kontrolleve veterinare, vaksinimi masiv, transparenca në raportimin e rasteve dhe mbështetja financiare për fermerët, blegtoria shqiptare mund të përballet me një nga krizat më të rënda të viteve të fundit. Ndërkohë, fermerët mbeten në pritje të ekspozuar në humbjeve të përditshme dhe me më pak shpresë për ndërhyrje të shpejtë nga institucionet shqiptare. Në Sarandë është krijuar një situatë e pazakontë për sa i përket menaxhimit të hapësirave në varezat publike. Drejtoria e Shërbimeve Publike pranë kësaj bashkie ka njoftuar se në varezat e qytetit nuk ka më vende të lira për varime të reja. Në Sarandë është krijuar një situatë e pazakontë për sa i përket menaxhimit të hapësirave në varezat publike. Drejtoria e Shërbimeve Publike pranë bashkisë ka njoftuar se në varezat e Limionit nuk ka më vende të lira për varime të reja. Sipas këtij njoftimi, kapacitetet në këtë zonë janë shtëruar plotësisht, duke detyruar autoritetet lokale të orientojnë të gjitha varimet e reja drejt varezave të Voloderit, të cilat aktualisht përbëjnë alternativën e vetme për përballimin e nevojave të komunitetit. Ndërkohë, në varezat e Limionit do të lejohen vetëm varimet në familjare, por vetëm raste kur ekziston hapësirë e lirë brenda tyre. Ky kufizim vjen si pasojë mungesës së hapësirave dhe rritjes së kërkesës për shërbime funerale në qytet. Autoritetet e bashkisë Sarandë bëjnë thirrje qytetarëve dhe anjësive funerale që të tregojnë mirëkuptim dhe të respektojnë këtë vendim, duke e konsideruar atë një masë të domosdoshme për menaxhimin e situatës dhe shmangjen e problemeve të mëtejshme në të ardhmen. Në ditët e para të marsit, përdoruesit e makinave u përballën me rritjen e parë të çmimit të naftës në Shqipëri, që kërceu nga 175 lek për litër, që qëndronte i pandryshuar prej gati 2 vitesh, në 179 lek për litër. Rritja e çmimeve në ditët në vijim ishte pandalshme, si rrjedhoi shtrëngtimit të naftës në bursa pas nisjes së sulmeve ndaj Iranit, që shkaktoi kaos në tregjet globale, duke bërë që shqiptarët të paguajnë 11 milionë euro më shumë përgjatë kësaj periudhe.
Në ditët e para të muajit mars, përdoruesit e makinave u përballan me rritjen e parë të çmimit të naftës në vend, që kërceu nga 175 lek, niveli që qëndronte pa ndryshuar prej gati 2 vitesh, në 179 lek për litër. Rritja e çmimeve në vitet në vijim ishte e pandalshme, si rrjedhoi i shtrëngimit të naftës në bursa pas nisjeve të sulmeve ndaj Iranit, që shkaktoi kaos në tregjet globale. Në 17 mars, nafta kërceu në 200 lek dhe vetëm 2 ditë më pas arriti në 214 lek, ndonse qeveria riaktivizoi bordin e transparencës, çmimet u ulën vetëm për 2 ditë në 203 lek për të kërcyer në fund të marsit në 218 lek. Mesatarisht, 1 litër naftë kushtoi 200 lek në mars ose 14% më shumë se më parë. Pavarësisht rritjes së çmimeve, kërkesa jo vetëm që nuk ra, por edhe u rrit, duke provuar se nafta është një produkt i rëndësishëm me kërkesë jo elastike, pra që nuk ndikohet nga çmimi. Të dhënat zyrtare nga dogana bëjnë të ditur se konsumi i naftës në mars ishte 35.800 ton nga 33.800 tonë të njëjtin muaj të një viti më parë, me një rritje prej gati 6%. Edhe operatorët e tregut pohuan se nuk kanë konstatuar rënje të konsumit në mars pavarësisht rëntimit të çmimeve. Sistemi i dobët i transportit publik, i përqendruar vetëm tek autobusët, bën që shumë individ të përdorin makinat personale për të shkuar në punë apo për të shoqëruar fëmijët në shkollë. I lartë me të konsumi edhe për të lëvizur në fundjavë. Të dhënat të tjera nga drejtoria e përgjithshme shërbimet e transportit rrugor treguan të njëjtën tendencë se kriza në lidhjen e mesme dhe shtrejtimi i karburanteve nuk ka ndikuar në prirjen në rritje të shqiptarëve për të blerë automjete, të paktën për muajt e parë të këtij viti. Në mars u regjistruan për herë të parë 7.891 automjete në vend, me një rritje prej 15% në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë. Në Shqipëri, konsumi i naftës mbetet i lartë, teksa pjesa më e madhe e makinave që qarkullojnë në vend përdorin këtë karburant si lëndë djegëse. Rreth 84.000 përdoruesi kanë automjetet me gaz apo 8% e totalit, ndonse regjistrimi i makinave elektrike po vjen në rritje, sidomos në muajin mars, pas shtrëngimit të naftës. Pesha e tyre ndaj totalit mbetet minimale në vetëm 1.3%, me rreth 15.000 mjete elektrike që qarkullojnë në vend, nga mbi 1 milion në total dhe 8.000 të tjera që janë hibride. Në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës është zhvilluar mbrëmja poetike me titull Poeti, një aktivitet artistik që solloi poezinë shqiptare përmes interpretimit skenik dhe zërit artistik. Në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër është zhvilluar mbrëmja poetike me titull Poeti, një aktivitet artistik që solloi poezinë shqiptare përmes interpretimit skenik dhe zërit artistik, ku në fokus ishte krimtaria e Petrit Rukës. Aktiviteti u drejtua nga aktori dhe regjizori i njohur Kudret Alikaj, i cili përmes këtij organizimi synoi të afrojë publikun me fuqinë emocionale të poezisë interpretuar. Të pranishmit mirëpritën interpretimet e poezive të autorit shqiptar, të cilët u sollën në sken nga artistë profesionistë dhe amator, duke krijuar një atmosferë të veçantë kulturore. Organizatorët theksuan rëndësinë e aktiviteteve të tilla në promovimin e artit dhe nxitjen e të rinjve drejt letërsisë dhe skenës përmes interpretimit dhe emocioneve të silla në skenë nga artistët. Poezia u rikthye jo vetëm si tekst, por si një përjetim i gjallë për publikun. Kjo mbrëmje poetike në Universitetin e Qerem Çabej dëshmoi edhe një herë se arti i fjalës vijon të mbetet një urë fort komunikimi mes brezash. Kjo ishte një shfaqje me disa nga studentët unë kam punuar edhe disa shfaqje të tjera, edhe ato e ngritin si problem të bëjmë një libret, të bëjmë një skenar, të bëjmë diçka ndryshe, jo thjesht poezi, por të bëjmë një libret të ndërtuar si një vepër teatrale. Dhe një nga poetët që përzgjodhëm këtë radhë, ai është edhe synimi im që shumë nga këta poetë që kanë lëvruar poezi dhe janë vërtet poetë shumë të mirë të kombit ton, edhe sidomos dhe tani pas vdekjes, ti promovojmë, të japim vendin që u takon. Zgjodhëm Petrit Rukën si poet i jugut, si një nga poetët që i ka kënduar gruas më shumë se askush. Baladat e tij janë të paimagjinueshme. Dhe zgjodhëm Petritin dhe organizojmë një shfaqje. Çdo gjë në shfaqje ishte vetëm fjalë e Petrit Rukës. Do të thonë dhe dialogjet, dhe poezit, dhe përgjigjet dhe pyetjet ishin të zgjedhura nga Petriti, nga poezit ndryshme, nga të vendosura në këtë kontekst për të dhënë një material që ne binim një poet që nuk u vlerësua ndofta asaj ishte në jetë, por
është e padyshtueshme që duhet të jetë patjetër në të gjitha antologjitë e letërsisë shqipe. Është një nga poetët, ne kemi poetë shumë të mirë. Për mua është idhullim, po është një nga poetët më të rëndësishëm të letërsisë shqipe. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajma, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirëpafshim.